Pra, që mund të nënkuptohet që edhe fushatën dhe ketë të tillë, apo thjesht i ka vyt mbrëm me qenë ai që ka qenë, edhe në fushat vazhdon me qenë ai që ka qenë edhe me në shkurt. Nuk mendoj që kjo intervistë që zoti Kurti dha mbrëm na e paralajmëron se çfarë lloj fushate do të bëj në ditën e vazhdim. Kjo është një përpjekje do të thotë me e zbut në një farë mënyrë atë që ka qenë do të thotë pengesa kryesore për me ndërtu një dialog dhe një komunikim politik me opozitën gjatë 9 muajve të kaluar. Kur ai do të thotë bëri një shkarje edhe një ofendim të cilin opozita realisht nuk ka mujt me përballuar me gëlltit për shkak të atij etiketimi tepër të rëndë të cilin e bani natën kur përfunduan zgjedhjet. Kjo mundu me justifiku në një farë mënyre, por unë mendoj se kjo do t'jetë përsëri gjatë kësaj fushate do t'jetë në epicentër të konfrontimit elektoral mes partive politike dhe me vetëvendosjen. Ky ka qenë një gabim i cili më shumë t'i ka kushtu Kurtit, për shkak se nuk ka arrit ky me atë përqindje të madhe me 48 deputet, pikërisht një nga arsyet madhore pse ky nuk ka arrit me kriju një qeveri edhe një shumicë parlamentare, e cila sot do të ishte domethënë duke qeverisë në muajin e 7 ose 8, pikërisht për këtë arsye. Unë nuk mendoj se opozita do t'ja fal këtë lloj këtë ofendim, këtë etiket, ajo do ta shoqërojë edhe për një kohë të caktuar, një njeri i cili pretendon se ka bagazh intelektual, që është i matur në vlerësime, nuk operon me një gjuhë të tillë, edhe për arsye se ky mundu pastaj me thonë se jo ka qenë sjellje irracionale, por termi i hajvanit dhe irracionalitetit janë dy gjëra të ndryshme. Kështu që unë mendoj se nuk do të ketë zbutje. Arsyeja pse ende nuk kemi një ndezje të luftës elektorale për zgjedhjet e 28 nëntorit është se partitë aktualisht janë në proceset e brendshme të matjes së opinionit publik. Pra gjitha partitë, sipas informatave që unë kam, janë duke matë opinionin, me pasë ku realisht është gjendja reale e tyre, dhe tek pasi di kenë ato rezultate, ato dhëna dhe ato perceptime të opinionit publik, atëherë edhe na do të shohim se çfarë çështjesh do të ndërtojnë. Nuk mendoj se do të jetë një fushat e butë, e qetë, do të jetë shumë e ashpër. Opozita do ta bëjë tillë. Pra, për shkak se në zgjedhjet e fundit opozita ka qenë do të jetë, si më thon, e ka peshu secilin fjalë që e ka thonë për shkak. Do të jetë e ashpër, edhe nga ana vetëvendosjes pres duke u nis nga profili të cilin e ka, që PDK-ja nuk do të shohet në një fushat të tillë, posaçërisht nga kandidati i saj për kryeminist, zoti Hamza, i cili profilin e ka të tillë, do të një njeriu të qetë, një njeriu të matur që e peshon atë që e thot, dhe këtë më së miri të pamë edhe sot në seancën e dorëzimit të detyrës në komunën e Mitrovisës, ku na e pamë një shembull që shpreh kulturë të lartë politike demokratike, do të priti në mënyrë shumë të mirë dhe bani dorëzimin e detyrës të kryetarit i ri. Por edhe pse Bedri Hamza si kandidat i PDK-s për kryeministër, mbasi do t'i qaset në mënyrë me një fjalor më të butë dhe më të kujdesshëm për fushatën, kjo nuk do të thotë që kandidatë e PDK-s, të cilët janë pjesë e fushatës, do ta ndjekin në një linjë. Unë mendoj se do të ketë shumë ashpërsi, do të ketë fjalor brutal, për shkak se këtu janë zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakohshme dhe do të shohim edhe, themi ashtu, më thojza margaritar të tjerë, si ky i zotit Kurti, të cilin ajo mundu me zbut gjatë intervistës tij të mbrëmshme, një intervistë që batu unë bani analizën e tij, një intervistë që për mendimin tim mundet me u përmbledh vetëm në një fjalë, një intervistë e rëndëmt. Pa ndonjë përmbajtje e cila do të mund të mbahet mend. Dhe këtë më së miri të shihni se pjesët e shkëputura, të cilat zakonisht i bojnë partitë për me i plasu në opinion, kanë qenë shumë të shkurtat vetëvendosjes.
kanë qenë disa fraza të shkurta të cilat i kanë shkepu dhe mundu me i shpërnda në për rrjetet sociale. Pra një intervistë e rëndëmt, që duke qenë e rëndëmt për mendimin tim është harru qyshët. Okej. Po, për... Interesant që i bërtet një 2-3 herë. Nuk është e vërtet, halo pa e përfundu pyetjen gazetari, edhe ka të sqaron që nuk ju ka thonë komplet opozitës hajvan, i përshkruan gjitha premtimet opozitare, që sipas tina mënën me u llogaritë si veprime të hajvanëve. Do të thotë ne vetë si kom thonë, edhe i përshkruan se cilat premtime kanë qenë jashtë çdo logjike dhe në fund thotë gjejma ne ekonomist në botë që me demek nuk ju kështë thonë hajvan këtyne që i kanë bërë këto premtime. Domethënë, edhe pse përpiqet me ndërtu si strategji mos mi ofendu, domethënë karakteri tina nuk e lejon me qenë strategjik, po me qenë mrena asoj i profilit përqarës që e ka ndërtu me vite. Domethënë, prap se prap e ofendan. Unë isha në Leovit një 2-3 pika shkort të intervistës së mbrëmshme, që menojone që ajo është arsyeja që kur nuk pranon me dalë para një paneli gazetarësh nga frika që i bëhen në pyetje. Domethënë, nuk guxon me bot njëjtën që e ban të zonë me Dirama në Shqipëni para 7-8 gazetarëve dhe nuk e ka frikën që njëri prej tyre mundet me citu diçka, mundet me citu një raport në brendshëm, një raport të auditimit, edhe me pas para vetes më shumë pyetje. Kur pyetet për çështjen e energjisë elektrike dhe parave që shkojnë tek Vuk Hamović, që kjo më herët i ka quajtur mafiaz serb që përfitojnë pare prej Kosovës, mënohet kështu në shpejtësi me bën një farë sqarimi që kiko ma nuk blen rrymë, ndërmarrja publike. Tash blen kompania private, Keci, edhe u mbyll çështja këto. Po Keci nuk është market, që shteti nuk guxon ju përzi ku i blen çokoladë. Po Keci është ndërmarrje e rregulluar prej zyrës së rregullatorit për energji. Zërreja ka mandatin me ju përzi ligjërisht Kecit se me kanë nënshkruar kontratat e rrymës. Edhe nëse konkludohet që Keci si ndërmarrje e rregulluar blen pe mafiozëve energji, Zërreja e ruan drejtën edhe mja shkput kontratë. Nuk është njëjtë sikur me marketet që nuk guxon me thonë mos blej çokoladat Kroacisë, e blej çokoladat Gjermanisë. E mënush në shpejtësi me bani për arsyetimit që të qytetarët më duk mirë që ta shtetutin ndërmarrja publike nuk blen rrymë, domethënë na, shteti mos blen rrymë. E ato është dashur me qenë dikush në panel që sfidon me një pyetje tjetër edhe ja sqaron këto edhe i lyp llogari se çka ka bën kë me Zërrejën të ndërmarrja e rregulluar. Në anën tjetër, kur pyetet për raportet me Diramën. Çështja e parë që e përmend është bursa e përbashkët shqiptare e rrymës Alpex. Që po thuaj se si fjali ajo tingëllon mirë. Ekzistente. Ose kur thu bursa e përbashkët shqiptare, Kosovë, Shqipëni. Se ka bëja, ajo se ka funksionuar fare. Për shembull, batan si fjali tingëllon mirë. Po problemi bazë është që ajo bursë nuk funksionon fare. Po këtë rryma vjen primordialisht. Ajo konfirmohet, edhe Kosovës, qytetarëve këtij vendi shkaktohet ndomë për shkak që ajo bursë nuk funksionon. Se ki në kërkesën e Kecit për rritje të rrymës shkruan thotë për transport të rrymës ndërmarrja ka shpenzuar 9.6 milion euro në vitin 2024, që është 10 fesh më shumë se sa në vitin 2023 që i ka shpenzuar vetëm 900.000, për shkak që bursa Alpex nuk funksionon. Edhe Zërreja ja ka pranuar si të mirëqen Kecit këtë kërkesë, mos funksionimin e bursës dhe shpenzimet që i bojnë Keci për shkak të mos funksionimit të saj, edhe qytetarëve të Kosovës ju ka rrit çmimi i rrymës. Domethënë na vujnë, shqiptarët varfrohen, alo më shumë në vitin 2025 për shkak që ajo bursë është jo funksionale. Ato ishtë dashur me qenë panel i analistëve dhe gazetarëve që e sfidojnë me nënpyetje se çka ban Alpexi saktësisht, që në fakt nuk ban bash kur gjë. Në anën tjetër është rrugë që s'po shfrytëzohet fare. Në anën tjetër për shembull te korrupsioni, kalohet lehtësisht
në një e para kryeministri e mbron ministrin e akuzuar, Rozet Hajdarin, dhe tema përfundan ato. Ta mërmenet që në atë rast madh korrupsioni është veç një njeri, që e kam në Rozet Hajdari, harrohet që ato ekziston edhe një njeri tjetër, që është më i rëndësishëm për menimin tim se sa Rozet Hajdari, e që është shoku i ngushtë i Albin Kurtit. Është pjesa e akuzës Ridvan Muharremi. E të njëjtin rast Albin Kurti nuk pranon me dhënë intervistë prokurorit. Edhe këto nuk ndërlidhen. Ikja ati nga prokuroria nuk tregohet saktësisht për çka po ik, edhe nuk bëhen nën pyetje se kush është Ridvan Muharremi. E lere mo me kalu tek përfshirja e trafikantëve drogës në rezerva shtetërore. Që po ashtu ka qenë. Që po ashtu bashkë me Ridvan Muharremin ka qenë edhe ai Nezeri Drizi, që është trafikant i drogës, që ka qenë 1 vjet në burgjet Kosovës, ka vujt dënim për trafik drogës. Nuk është, tash e them, nuk është spekulim, po e njëri u Konburg. Me vendim gjykatës. Me vendim gjykatës ka vujt burg, ka dol, edhe qeveria Kurti e ka leju trafikantin e drogës më marrë me rezerva. Po kishin qenë 4-5 veta panel, që shbojnë ketë kryeministrat në përbot, besoj që të kur në pe panelit ju kish kujtu mja përmenda edhe trafikantin e drogës edhe shokun e ngushtë Ridvan Muharremin. Në anën tjetër, komplet fushatën zgjedhore e fokuson të lista serbe. E tash, ja kanë lo edhe mëtën, mos lëshë pen, që mi të regu njerëzve që na nuk të shojna pen për verjen. E për listën serbe thëj këtë që nuk është e drejt na si qeveri me shpallë organizat terroriste. Sepse këshëm dalë që jemi shtet policor. Po këto du të me bëjt gjykata. Në më tha, ja vënoj ke borë gjykatës, të njerës me përqu gjysëm lajmin kështë qëre kush i ka fajet, me menu njerës që gjykata i ka fajet, po teknikisht gjykata nuk mund me shpallë organizat terroriste dikan. Ama i ka dy shembuj i ka përin, pra, ku i ka shpallë terroriste, pra, ato dy organizata, Severna Brigada dhe si ka posa e tjetra, po ato nuk i ka qenë gjykat fare. Ka qenë gjykat, i ka me shpallë në vendim qeverisë. Me që kjo qenë ka parti politike, dhe na dukemi shtet policor nëse shpallëm organizat terroriste një parti politike, atëherë janë dy gjana. Në njës nuk dohet me janë ndërsy Sami Kurteshin, që me kriju naracion për fushat zgjedhore, kënë se nuk e decertifikojmë, në ndë, për me shpallë organizat terroriste një parti politike, quhet rasti në gjykat. Gjykata nuk mundet me shpallë organizat terroriste një parti politike, veç pse përmen